Mirë dita dhe mirë se vjeni në kuzhinën time, unë jam Rimonda. Sot kam e pregadit sarma. Menova njëherë mirë shka me nëq, thash që ta qes një video që është një ide për juve dhe për Ramazan shka me pregadit. E sarmat shkojnë shumë mirë, e për që ta thash një neqi do sarma. Te sarmat ka toli farloj, ka që një neqin me fletat rushit, ose me lakën turshi, edhe ashtu dalin shumë të mira. Po unë sot kam i pregadit me kësi lakën taze që është dhe qyshin e që unë e sarmat, tash do t'ju tregoj. Shikoni. Shkam vynë për mi pregadit sarmat, mas pari është një lakën e bardh. Tani e kam këtu do mish bruar, do riz, këtu i kom grinja 3 kep, tani e kam do biber zi, kryp, vaj, do veget, biber të kuq. Këtu e kam këtë tjeglën, kjo ka asi koncentrat patligjona, normalisht që i përdori jona ato dvoglat, tash e kam një tjegl. Tani i kam një 2 taza, këto janë patligjona që janë të grim copa dvogla, si mos i keni këto muni edhe vetë mi gri do patligjona në copa dvogla. Dhe për një shije sa matë mirë, se na shqiptarët e kena zanot me hangër me mish, këtu e kam do mish tert, edhe këta do të ashti tani masanin të nxere, edhe jep një shirë shumë të mirë. Dhe tash do të fillojmë. Tash këtu fillojmë mas pari dhe pregaditi këtë laknën. Këtu ja heki mas pari që të koqanin do këtë thirët, dhe tani është një muzik. Tash këtu kur t'ja hekni këtë fortën mrena, koqan do këtë thirët, kur t'ja hekni mrena, shumë kujdes se është i fort edhe me thik muni mu vra. Ma mirë është si mos keni provoj hiq, thirrni si t'jeni materija, thirrni nanën, a babën, ose na i vlamat fort që e keni, thirrni t'ja hek me thik, e tani tjerën pun ju vetë e kryni. Tash të e ku marrë një tenxhere të madhe dhe e kum shti do ujë muzja, më nuk e ku mu shumë se tash është i laknën ta. Dhe mas pari e shtin që tonën që shtu muzi. E tash e vloj edhe do uj, edhe atë ujë një qes për mi teri sa të shtamën që muj masane me rotullu. Tash mas ju zi kjo lakna, në 2 ante kom zi besoj ka 10 minuta mas shumë ti. Ja kom der ujin dhe kom lon këtu në këtë qoshin me pushu. Dhe tash do ta pregaditi këtë mishin e bluar që mi mush masani këto sarmat. Për mi zbut këto fletat e laknës, deshta mi ju tregu që ka dhe tjera mundësi. Një mundësi tjetër është për shembull si ta keni frizin e madh, muni me shti laknën një 1-2 ditë përpara në ta dhe me gri, dhe tani mëngjes e hekni prej frizit dhe leni mu shlu, tani ato fletat janë të buta. Qaj është një mundësi tjetër, po unë e kështu e zita se nuk e kam frizin shumë të madh e për qata. E tash ta pregaditi këtë mishin. Këto tash e kom qitë do vaj dhe tash ti ka vërdisi kept. Dhe tash kebe ja qes një 2 lukët më dhaja kësi koncentrat patligjona. 1 2. Tash edhe kept janë gati dhe muj me këtë pregadit këtë mishin. Këtu tash do të filloj dhe ti qes orizin, kept, këto edza që i kam, veget dhe tani gati mrënëm për mi sjell ato sarmat. Shikoni. Këtash të e qes orizin. Tash këto kept. Tash këtu ja qes krypën dhe
vegetën, biberin e kuq dhe biberin e zi. Për krypën këto mundi me qitë qysh keni marak, se dikush ka marak ma gjep, dikush ka marak ma pak kryp, për që ta qysh punoni ju dhe tjera herë dhe qysh ju duket mas mirë, une për shembël në këtë temën tash që kom qitë kisha thënë ja kom qitë një gjys luge të madhe. Tash do biber zi, biber të kuq, edhe një lugë veget. E tash e përzi këtë mirë. Tash këtu në t'i heki këto, t'ja heki laknës të fletat, një ka një. Mas pari të lokë që tu me një qash masani kam i prej, po të një shenin video qysh. Po mas pari t'i dami, që të këshën ja veqerenin, se e di që rritën si me rend, tani një ka një do t'mja hek. Sa të mira i paska qëto, paska në bon shumë të mira. Ko kanë shumë të mëdhaja, të me një sarën, po gjin ka njeri. Edhe së që shumë erën e mire ka lakna kur t'zijet. Tash kjo lakna në fund që më ka met, fletat i ka shumë të forta. Këta tash ja heki këtë të fort në shtën me disë që ka. Dhe e preket në copa të vogla. E tani përdori për masani sarmat kur t'i zi në tenxhere. Pasi kemi prejat fundin që shtu në copat vogla, i pregaditi këto fletat dhe këto ja heki këtë të fortën që e kanë, të që kjo për shembël që shtu një copë dhe tani është taman, tani mëj me sjell. Tash e pregaditi këtë salcën e sarmat, këtu më duhet ajo tenxherja që ishti masani dhe sarmat për mizi, dhe këtu filloj pak me vaj, tani qes këto patligjonat në copat vogla që i kam këto 2 tasat, dhe pak kryp, po ma mirë është shikoni vetë që shqipaj, se tani muni mi va dhe ju ma mirë. Për këtë salcën tash unë këto patligjonat i kom përgjit me vaj veç pak dhe pak kryp. Dhe tash gjysën ti marrë dhe ti qes me një dishka, me një tjegëlla dishka dhe tani se mbyn për ma vonë e gjysën i lonë tenxhere. Tash këto tenxherën që e kam me këto patligjonat, e i marrë këto laknat që më kanë metë dhe ja qes gjysën për mi. E tash filloj me pregadit sarmat. Këto mas pari e marrim një fletë. Unë tash këto sarmat këtu me këtë fundin të poshtë i reniti këtu në tenxhere, se tani nuk qelën.
Tash sarmat këtu i kom rrenit dhe është mirë sa ma ngusht për mi shtin këtu në tenxhere, se tani nuk muj mju hap dhe mi dala ja kitë mishi. E tash këto laknat e fundit, ja qes qështu për mi. Edhe këto patligjonat që i kam edhe këto ja qes qështu për mi këtë në fund. Tash, mas i kom rrenit sarmat krejt, ja kom qitë edhe ato copat e voglat laknës për mi dhe këtë salcën e patligjonat që i pregadita. Tash ja qes dë ujë dë vlum, ujin ja qes derisa të mlohen gati. Mas ja kom qitë ujin, ja qes këtë mishin e tert, ja rreniti, për tash e shenim video, e mshili me kapak dhe e shti mas pari për gjys ore muzi me kapak të mshelt. Dhe tani e nalin nxehtësinë shumë turt, do me thonë, unë i kam 10 numra, unë e shloj numrin 3, dhe edhe ashtu e nën janë 20 minuta ose gjysore, e këshyri tani që shumë, muzia la, dhe tani janë gati, edhe muni me hangër. Shumë mira ka dalë. Të ftofën pak se mu djek tani s'muj me hangër e që mes pa hangër. Ma mirë priti. Shpresoj që me këti video tash e keni edhe një ditë tjetër që kam e pregadit për iftar ose për një ditë tjetër. O shumë është qimi mirë dhe ka pak punë, pak ma shumë punë se tjera, ama shumë mirë del dhe muni me knoq dikan kur të hanë këtë shumë, se shumë është i mirë. Për Ramazan, kesh ju thonë, ja uroj një agjërim sa ma të letë për juve, ku dhe që t'jeni, dhe inshallah Zoti ja ban kabul. Faleminderit shumë për shikim dhe inshallah miru pafshim në emisione tjera. Ciao!